Do të shtoj diçka në lidhje me naftën granit. Në kuadër të mbështetjes bujqësisë, një politikë e caktuar implementon një instrument caktuar në fakt, duke pas parasysh që do të ketë impakt në rastin naftës, reduktimin e kostos së inputeve dhe reduktimin e kostos totale të prodhimit bujqësor në përgjithësi. Tani, vitin e kaluar apo 3-4 vite rresht, fermerët aplikonin për përfitimin e naftës vetëm me AMDP-n apo jo, dhe duke deklaruar tek qendrat tek drejtoritë bujqësore në rreth që X hektarë mbjell me misër, X hektarë me ullinj e kështu me radhë. Dhe s'kishte instrument kontrolli nëse vërtet fermeri këtë sasi ose sipërfaqe toke e mbilte me kultura apo jo. Dhe përfitonte opshe, po them, sasinë e naftës. Pra, është vështirë që ne të mendojmë që kjo sasi nafte e përfituar 3-4 vite me radhë ka shkuar pikërisht në bujqësi. Dhe merrte në 2 vitet e fundit në llogari bankare, mos gaboj, e merrte sasi nafte. Pra, duke mos pasur instrumente për ta kontrolluar që kjo sasi nafte shkon pikërisht për bujqësinë, heqja e kësaj dhe materializimi i saj në forma të tjera, si është rritja për pagesa direkte apo 10% e autofaturave, për mua është gjetje e drejtë, sepse në rasti i mbështetjes pagesa direkte për mbështetjen për sipërfaqe hektar, për kulturë, për sipërfaqe të kultivuar, dhe unë jam i sigurt që agjencitë në varësi të ministrisë do të kontrollojnë, do kenë instrumente për të kontrolluar nëse ky grant i marrë, kjo mbështetje direkte, a shkon vërtet për sipërfaqe të kultivuar apo jo. Pra kemi dy momente, në rastin e naftës, ishte vështirë të kontrollohej që a përdori për bujqësi apo jo, në rastin e pagesës direkte, duhet kontrolluar që të shkojë vërtet për sipërfaqe bujqësore të kultivuar. Pra është më e lehtë për ta parë në këtë kontekst se sa në rastin e naftës. Kështu që unë si ekspert kam bindje që heqja ose dhënia e naftës 3-4 vite fundit ndoshta nuk ka dhënë impaktin e duhur pikërisht në reduktimin e kostos së prodhimit bujqësor. Ose për mos të qenë thjesht një instrument social, për mbështetje sociale vit pas viti për fermerët, po të ketë impaktin e duhur në reduktimin e kostos së prodhimit bujqësor.